Gjatë prajmit të Big Brother VIP Kosova 4, Suanita, banorja e këtij edicioni, bëri rrëfimin e saj, ku mes të tjerash ajo tregoi se ka qenë në një lidhje dashurie dhe në bashkëjetesë për 4 vite me një person. Suanita tha se që nga mosha 20 vjeçare deri në moshën 24 vjeçe ka bashkëjetuar me një person i cili ato kohë ishte 32 vjeç, duke mos e bërë publik personin në fjalë. Mirpo, sipas informatave të sakta nga ne, personi i dashur i Suanitës është Emril Ladrovci, vëllai i kryetarit të komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovcit, njëherësh dhe vllai i dëshmorit të kombit Fehmi Ladrovci. Emriu akoma mban statusin e tij si beqar, njëjtë ashtu sigur se edhe Suanita. Nuk dihet nëse pas këtij rrëfimi do të ketë një shpresë për një ribashkim të ish çiftit të dikurshëm, por në rrëfimin e saj, Suanita tha se ishte personi i duhur në momentin e gabuar. E kur u pyet nga moderatorët se a është tani momenti i duhur për të, Suanita la të kuptojmë se po, tani është momenti i duhur, duke mos e thënë me fjalë këtë gjë.